në përkatësi të shumë fishta gjinore, tashmë transformohet në gjini me diversitet të gjerë. Gjini me diversitet të gjerë. Duke përmbysur kështu Kushtetutën e Shqipërisë, në themelore të saj, të lirive të drejtave të njeriut, të lirisë së besimit, të drejtave të prindërve mbi fëmijët e vet, përmbysur kodin e familjes dhe kodet tjera, të dashur qytetar dhe qytetare. Ky ligj i doktrinës post-marksiste, ekstremit të majtë më të rrezikshëm të kohrave, sepse Marksi nuk shkoi në përçudnimin dhe transfigurimin e familjes. Marksi përcaktoi shkatrimin e pronës private për ndërtimin e njeriut të ri. Kushti i Marksit për njeriun e ri ishte njeriu pa pronë. Kushti post-marksizme për njeriun e ri është njeriu pa familje. Qytetar dhe qytetare, sillet në emër direktivave të Bashkimit Evropian. Ekspertë të shquar kanë pohuar se nga 10 direktiva të Bashkimit Evropian, në asnjërin prej tyre nuk flitet për përkatësi të shumë fish gjinore. Në asnjërin prej tyre nuk flitet për gjini me diversitet të gjerë, në diversitet e tyre. Një gazetar më tha se ambasadori Gonzato ka kërkuar votimin e ligjit. I kërkoj të nderuarit ambasador të nxjerrë cilat direktive Bashkimit Evropian e kërkon një gjë të tillë. Të nxjerrë cilat direktivë tu thot shqiptarve se direktivat janë aty. Sepse ky ligj nuk ekziston, është hedhur poshtë, nuk ekziston në 21 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sepse ky ligj është hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese franceze në vitin 2016. Sepse ky ligj de facto u mohon prindërve të drejtë e edukimit të fëmijëve të tyre të bazuar në dhuntin që u ka dhënë Zoti vajzë ose djalë, apo natyra për ata që nuk besojnë Zotin. Sepse ky ligj gjobit udhëheqësit fetar shpirtëror, në qoftë se ata besimtarëve do u parashtrojnë mësimet e Kuranit, Biblës, Talmudit, sepse ky ligj de facto në shoqërinë post-marksiste të shtetit post-marksist godet familjen, godet identitetin familjar të bazuar në binaritetin biologjik. Pra, çfarë kanë bërë ky grup sorosianësh që ka pushtuar shtetin shqiptar, edhe ajo që erdhi, e rritur, e mkëmur dhe pasuruar familjarisht me fondet e monstrës njerëzimit George Soros. Dhe tani, këtë ligj kërkojnë ta votojnë në ora 2 të natës. E kanë vendosur në pikën e nedis të pikën 17. Këtë ligj, i cili de facto përmbys kodin e familjes Republikës së Shqipërisë, kod që sankcionon se familja bazohet në gruan dhe burrin,
në nënën dhe babajt, por tani duhet të shkruhet në përkatësi të shumë fishta gjinore në gjinit me diversitet të gjërë. Ky ligj hap rrugën krijimit fermave të grave, të cilat do të lidhin fëmijë të askujt. Është vazhdimi i ligjit që refuzuam këtu në parlamentin tjetër. S'ka ndodhur ndonjëherë që komunitetet fetare të vinë ta protestojnë me aq zemërim para parlamentit si sot. Por i ktheni kushtetutën ateiste të Enver Hoxhës dhe po jepni ngjyra europiane. S'ka asnjë lidhje me direktivën europiane. Asnjë lidhje. Dhe ata që paraqesin u kërkojnë njerëzisht në thonë cila është direktiva. Ku shkruhet në dokumentet e Bashkimit Evropian përkatësi e shumë fish gjinore apo gjini me diversitet të shumë të gjërë? Në cilin dokument është i shkruar kjo? Në asnjë. Duhet të marrin rastin e veçantë t'ja imponojnë shoqërisë. Edhe ai që ka mbrojtur ligjin, edhe ai ka patur historinë e tij familjare, ka bërë ndryshimin, ne respektojmë orientimin seksual të gjithë secilit, por ne nuk përmbysim shoqërinë. Kur për këtë? Kjo që i bëni ju, a e di pse i bëni këto zotëri? I bëni për të shpëtuar se jeni mafia më e rrezikshme në Europë dhe ata të cilët duhet t'u denancojnë ju për shkak të këtij ligji ju mbrojnë ju. A e di pse e bëni këtë ju? Se jeni hajdutët më të mëdhenj në Europë dhe ata që duhet t'u denancojnë ju për shkak të këtij ligji ju mbrojnë ju. Faleminderit zoti Berisha, koha mbaroi. Fjala 10 minuta pro dhe 10 minuta kundër kalendarit. Është për kalendarin, ju bët një diskutim për një pikë të rendit ditës, por gjithsesi ta keni parasysh për herë tjetër që është thyerje rregullore. Zoti Balla ka fjalën për mendimin pro. Zoti kryetar i kuvendit e dënoi ashpër sulmin që sapo ndodhi në këtë foltore kundrejt ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ky sulm i përsëritur nga i njëjti individ prej 35 vitesh kundër ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundër ambasadorëve të tjerë të vendeve mike, kundër ambasadorit të Bashkimit Evropian këtu, bie ndesh me parimet e Konventës së Vjenës dhe bie ndesh me interesin kombëtar të Shqipërisë son, se Bashkimi Evropian mbetet partneri ynë më i rëndësishëm dhe se Shqipëria brenda vitit 2030 do të jetë antare e Bashkimit Evropian. Pavarësisht orientimit tuaj as pak në favor të kësaj aspirate historike për ta parë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Sa i përket këtij sulmi sot, zoti kryetari i kuvendit, ne do të depozitojmë kërkesë pranë Komisionit Etikës së Kuvendit të Shqipërisë, që deputetin fjalë t'japi shpjegime, por dhe kuvendi të ndali një herë për gjithmonë sulmet. Fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë vendimin e tyre se një prej arsyeve të shpalljes non grata të zotërisë janë sulmet e përsëritura kundër ambasadorëve. Sa i përket çështjeve që u thanë.
zotria sapo gënjeu publikisht. Të gjitha, zoti kryetar, kam një zotri këtu, ky del për jashta ose unë s'kam mundësi të flas. Domethënë, ky zhurma këtu, jo, ne s'folim asnjë kur foli ai. Tani s'fol. Mos pengoni folsin. Tani, zoti Balliu. Të gjithçka që dëgjuat nuk i referohet ligjit për cilin votohet sot. I referohet ligjit për antidiskriminimin i votuar në vitin 2010 dhe që mban firmën e zotit Sali Berisha. Ja ku e kam ligjin këtu dhe hajde lexoj. Ju ftoj dhe ju sfidoj publikisht ta lexojmë ligjin këtu. Dhe mere lexoj ligjin. Dhe e keni votuar në 2010 me firmën e Sali Berishës. Sa i përket ligjit për cilën flasim. Zonja dhe zotrinj qytetar shqiptar, motra dhe vlezër, burra dhe gra të këtij vendit. Në ligj sanksionohet qartë si gjini, në Republikën e Shqipërisë ka vetëm burra dhe ka vetëm gra. Dhe kjo është rregulluar edhe me amendamentin e propozuar prej meje dhe 2 kolegëve tjerë. Edhe për këtë amendament që gjoja u kundërshtoka, informoj publikun shqiptar dhe gjithë ata që na ndjekin që do ta nxirri lakurish atë që gënjen sot, është Konventa e Stambollit, e ratifikuar nga Shqipëria, e firmosur nga Sali Berisha në vitin 2011 dhe ratifikuar nga ky kuvend në vitin 2012. Ratifikimi i ndodhur këtu në parlament, një sekond, e kam votuar edhe unë, se nuk jam unë Bullacak, por jam ai që ka mbajtur të njëjtin qëndrim mbas sot. Politizimi i kësaj çështje nuk ka as pak të bëjë me këtë ligj. Në këtë ligj, zonja zotri, motra dhe vlezër, burra dhe gra të këtij vendi, thuhet qartë që në Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë më gratë që të paguhen më pak se burrat për shkak se janë gra. Por gratë dhe burrat e këtij vendi do paguhen gjithë një lloj. Dhe është qëndrimi i kësaj shumice parlamentare, që sot kemi shumë gra në këtë parlament se sa të kishim 2005-ën, është qëndrimi i kësaj shumice që sot kemi numrin më të madh të vajzave dhe grave të nderuara në këtë sallë që nga viti 1920 dhe që synimi jon është të shkojmë një ditë që në këtë sallë kemi 70 burra dhe 70 gra.